agjërimi është për mua dhe unë për të shpërblej. Ulematja në veçanti Ibn Hajeri, rahmetullahi alejh, i ka përmend disa mendime. Thot e para, agjërimi, kur ka thonë Allah është për mu, është për qëllim se nuk ka të hise syfatësia, ashtu si që ka hise, ka mundësi me pas hise në ibadet të tjera, se në ibadet të tjera të shojnë, kur të falesh, kur të lutesh, kur të shkon në xhami, kur të shkon në haxh. Atë Ramazani nuk e di njerëzit a jetu agjëru ajo, prandaj edhe syfatësia nuk ka shumë vend, mundësia për syfatësi është më e vogël. E dyta thot, vetëm Allahu e di sevapin apo vlerën e këtij shpërblimi, për arsye se Zoti e di sa e ka për Zot Zotit, sa o të bën se është ibadet i msheft. Prandaj që nuk e dim na për njëri tjetrin sa kemi për Zot Zotit, po vetëm Allahu e di sa fitojmë sevap me këtë agjërim. Njëjtë është, thot edhe të shpërblimi, Allahu xhaleshanu e ka lënë msheft. Qysh është i msheft si ibadet, që ashtu edhe si shpërblim.